Sot do të eksplorojmë një nga shpiket më kurioze dhe me ndikim të mesjetës evropiane, lotarinë. Në këtë dokumentar, ju do të zbuloni se si një sistem i krijuar për të zgjidhur një krizë financiare në një qytet të vogël flamand u shndërrua në një fenomen që kaloi shekuj dhe kontinente. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Viti është 1440. Në rrugët e ngushta dhe gjarpëruese të Bruges, një qytet portual i begat i situar në zemër të Flandres, ajri është i ngarkuar me tension. Tregtarët ecin me nxitim përgjatë kanaleve që përshkojnë qytetin si vena argjendi, por fytyrat e tyre zbulojnë një shqetësim që shkon përtej bizneseve të përditshme. Diçka ka ndodhur. Diçka që ka tronditur themelet e atij komuniteti dhe që do të kërkonte një zgjidhje të paprecedentë. Bruges, në atë kohë, ishte një nga qytetet më të pasura të Evropës. Tezgjahistët e tij prodhonin pëllura leshi aq të imta sa që lakmoheshin nga fisnikët e gjithë kontinentit. Bankierët e tij lëviznin pasuri që financonin lufta dhe ndërtonin katedrale. Portet e tij prisnin anije të ngarkuara me erza nga Lindja, vera nga Franca dhe lesh nga Anglia. Ishte një qytet ku paraja rrifte si uji i kanaleve të tij, ku guildat e artizanëve zotëronin një fuqi që rivalizonte me atë të vetë fisnikërisë vendase. Por gjithë kjo fuqi kishte një çmim. Guildat, organizata që bashkonin punëtorët e çdo zanati, u bën aq me ndikim sa që filluan të sfidonin autoritetin e vetë dukës. Dhe kur konflikti midis interesave të artizanëve dhe dëshirave të aristokracisë arriti pikën e vlimit, dhuna ishte e pashmangshme. Revolta shpërtheu në rrugët e Bruges si një zjarr që konsumon kashtën e thatë. Antarët e guildave, të frustruar me taksat që i konsideronin të padrejta dhe me kufizimet në tregtinë e tyre, rrëmbyen armën. Dyqanet u plaçkitën. Pronat u shkatëruan. Gjaku njollosi gurët e shesheve ku, në ditë më të mira, tregtarët negocionin mallat e tyre në diellin e artë të Flandres. Filipe, Obom, duka i Burgundis, ishte një burr që nuk toleronte mosbindjen. Sundimtar i një territori të gjerë që shtrihej nga vendi i ulët deri në kufitë e mbretërisë së Francës, ai e kishte ndërtuar reputacionin e tij mbi një kombinim të dhelpërisë politike dhe grushtit të hekur. Kur lajmet për revoltën në Bruges arritën në veshët e tij, përgjigjja e tij ishte e menjëhershme dhe shkatëruese. Gjoba e vendosur ndaj qytetit ishte kolosale. Një shumë aq absurdisht e lartë sa që edhe arkat e mbushura plot të Bruges nuk ishin të mjaftueshme për ta paguar atë. Thesarmbajtësit bashkiak llogaritën dhe rilogaritën dhe shifrat tregonin gjithmonë të njëjtën histori të zymt, qyteti ishte në prag të rënimit financiar. Gjithçka që kishin grumbulluar gjatë brezave të punës së palodhur dhe tregtisë së begat do të gëlltitej nga ai ndëshkim. Këshilltarët e qytetit u mblodhen në seanca që zgjateshin deri vonë në natë. Qirinjt shkrieshin mbi tavolinat prej lisi ndërsa burrat me mjekra të përhirta debatonin për zgjidhje që dukeshin se gjithmonë u iknin nga duar. Rritja e taksave ishte e pamendueshme. Popullsia ishte tashmë e raskapitur dhe e indignuar pas revoltës dhe shtypjes së saj të përgjakshme. Çdo përpjekje për të nxjerrë më shumë para nga qytetarët mund të rindiste flakët e rebelimit. Ishte atëherë kur dikush, emrin e të cilit historia nuk e ruajti, propozoi një ide që do të ndryshonte rrjedhën e ngjarjeve. Po sikur në vend që t'i detyronin qytetarët të paguanin, ata t'i bindnin të kontribuonin vullnetarisht, po sikur ta shndërronin pagesën e një detyrimi të urryer në një mundësi përfitim, qyteti zotëronte tashmë një sistem ankandesh për privilegje të caktuara. Ndërto, më fitimpruesi ishte pozicioni i Stroeder, transportuesit e verës që zotëronin monopolin e transportit të fuqive në port. Këta burra kishin të drejtën ekskluzive për të shkarkuar fuqit nga anijet, për t'i tërhequr zvarr nëpër rrugët e qytetit dhe për t'i zbritur në bodrumet e klientëve të tyre. Në këmbim të kësaj pune, ata mund të vishnin tarifa mbi çdo fuqi që kalonte nëpër duart e tyre, një burim i ardhurash që e bënte pozicionin jashtëzakonisht të lakmuar. Tradicionalisht, kur një Stroeder vdiste ose dilte në pension, pozicioni i tij shitej nga qyteti në ankan tek ofertuesi më i lartë. Paratë e mbledhura shkonin në arkën e bashkisë dhe një transportues i ri merrte postin. Ishte një sistem i thjeshtë dhe efikas, por që favorizonte vetëm ata me burime të mjaftueshme për të marrë pjesë në ankan. Propozimi revolucionar ishte shndërrimi i këtij ankandi në diçka tjetër. Në vend që të shitej pozicioni tek ofertuesi më i lartë, qyteti do të shiste bileta me çmime të përballueshme.
Çdo bilet do t'i jepte mbajtësit të saj të njëjtin shans për të fituar. Nuk kishte rëndësi nëse blerësi ishte një tregtar i pasur apo një këpucar i thjesht, çdo copë letre mbante të njëjtin premtim për pasuri. Në vitin 1441, kur pozicioni i Stroeder i quajtur Peter den Hund u bë i disponueshëm, autoritetet e Bruges vendosën të testonin idenë e tyre të re. Por ata bën një hap më tej, një hap që do të shndërronte një short të thjesht në diçka vërtet novatore. Përveç çmimit kryesor, pozicionit të lakmuar të transportuesit të verës, ata do të ofronin çmime dytësore në para të gatshme. Ky vendim ishte një goditje gjeniale. Shumë njerëz në qytet nuk kishin as interesin më të vogël për t'u bërë një Stroeder. Puna ishte e rëndë, kërkuese dhe kërkonte një kushtetutë fizike që jo të gjithë e kishin. Por para donin të gjithë. Para mund të përdornin të gjithë. Dhe kështu, pa pritur, një short që do të interesonte vetëm disa punëtor të portit u shndërrua në një ngjarje që tërhiqte gjithë popullsinë. Biletat nuk ishin të lira për standardin e kohës, duke kushtuar ekuivalentin e punës së disa ditëve të një artizani të zakonshëm. Por as nuk ishin të shtrenjta në mënyrë të papërballueshme. Një tregtar i përmasave mesatare mund të blinte lehtësisht disa. Një grup mish ose fqinjësh mund të bashkoheshin për të blerë një bilet dhe për të ndarë fitimet e mundshme. Mundësia ishte e hapur për të gjithë dhe kjo përfshirje ishte thelbësore për suksesin e sipërmarrjes. Dita e shortit u shndërrua në një festival. Në sheshin kryesor të Bruges, punëtorët ngritën një skenë druri të dekoruar me ngjyrat e qytetit. Borit njoftonin fillimin e ceremonisë ndërsa qindra qytetar grumbulloheshin, secili duke mbajtur biletën e tij sikur të ishte një hajmali e çmuar. Zhurma e bisedave përzihej me erën e ushqimit të shitur nga ambulantët që shfrytëzonin turmën për të bërë bizneset e tyre. Një fëmijë u zgjodh për të kryer shortin. Zgjedhja nuk ishte rastësore. Një dorë e pafajshme, e lirë nga çdo dyshim për manipulim, do të garantonte që askush të mos vëshnte në pyetje legjitimitetin e rezultatit. Me gishta që dridheshin nga emocioni ose nervozizmi, fëmia futi dorën në një shport të madhe ku ishin depozituar emrat e të gjithë pjesëmarrësve. Dhe pastaj erdhi pjesa që do t'i bënte këto shorte të para aq të paharrueshme. Pjesëmarrësit nuk i shkruanin emrat e tyre në bileta. Në vend të kësaj, ata shkruanin fraza, fjalë të urta, vargje poezie ose komente shpirtërore. Kur shpallej emri, në fakt ishte kjo frazë që ushtonte në përshesh, duke shkaktuar të qeshura, duartrokitje ose murmuritje njohjeje. Disa zgjidhnin deklarata të besimit fetar. Të tjerë bënin shaka në kurriz të rivalëve tregtar ose politik. Kishte nga ata që përdornin mundësinë për të shprehur opinione që zakonisht do t'i mbanin të fshehta, të mbrojtur nga anonimiteti i një vargu enigmatik. Një pjesëmarrës shkroi një frazë që mund të përkthehet përafërsisht si: "Te Perëndia mbështet shpresën time dhe nga Papa mbaj distancën time." Komenti, qartësisht kritik ndaj autoriteteve kishtare, shkaktoi një përzierje të qeshurash të mbytura dhe shikimesh nervoze mes të pranishmëve. Suksesi i asaj lotarie të parë te i kaloi të gjitha pritshmëritë. Paratë e mbledhura jo vetëm që ndihmuan qytetin të paguante një pjesë të gjobës së vendosur nga duka, por lanë edhe një teprisë të konsiderueshme në arkën e bashkisë. Më e rëndësishmja, ishte krijuar një model që mund të replikohej pafundësisht. Në vitet vijuese, Bruges organizoi më shumë lotari. Çdo herë, çmimet ishin të ndryshme. Ndonjëherë ishte një pozicion i privilegjuar në tregun bashkiak, ku një tregtar mund të instalonte tezgën e tij në vendin më të frekuentuar. Herë të tjera ishin çmime në para të pastra. Paratë e mbledhura financonin projekte që përfitonte gjithë komuniteti, përforcimin e mureve të qytetit, ndërtimin e kanaleve të reja, mirëmbajtjen e spitaleve dhe kishave. Lajmi për suksesin e Bruges u përhap shpejt në të gjithë rajonin. Qytetet fqinje dërgonin emisar për të mësuar sekretet e atij sistemi të ri të mbledhjes së fondeve. Gent, Antwerpia, Brukseli, Lige, të gjithë donin të replikonin modelin që kishte shndërruar një problem financiar në një mundësi festimi komunitar. Termi i përdorur për të përshkruar këto ngjarje rodhi nga fjala në holandishtën e mesme që do të thotë fat ose short. Loteri, siç quhej, mbarte në vete idenë se rezultatet ishin në duart e forcave përtej kontrollit njerëzor, se kishte një drejtësi hyjnore në rastësinë që përcaktonte se kush do të bekohej me pasuri. Gjatë dekadave vijuese, të paktën 82 lotari të dokumentuara u realizuan në vende të ulta burgundase dhe në rajonin që sot njohim si Belgjik.
Secila prej tyre ndiqte modelin e vendosur në Bruges duke e përshtatur atë me nevojat dhe rrethanat lokale, por duke ruajtur elementet thelbësore, bileta me çmime të përballueshme, çmime të shumta për të maksimizuar pjesëmarrjen, dhe një short publik që e shndërronte ngjarjen në një festim kolektiv. Ideja nuk vonoi të kalonte kufi. Tregtarët që vizitonin vende të ulta merrnin me vete histori për ato shorte të jashtëzakonshme. Diplomatët përmendnin genialitetin e flamandëve në gjetjen e formave të reja për të financuar vepra publike pa shtypur popullsinë me taksa. Brenda pak dekadave, lotarit u shfaqen në Gjermani, në Rom, në Gjenovë, në Venecia. Në Gjenovë, lotaria mori një formë veçanërisht interesante. Qyteti italian kishte një traditë të vënies së basteve për rezultatet e zgjedhjeve për Këshillin Bashkiak. Qytetarët spekulonin se cilët kandidat do të zgjidheshin, një formë loje që kombinonte njohuritë politike me emocionin e rastësisë. Por zgjedhjet ndodhnin vetëm 2 herë në vit, gjë që kufizonte mundësitë e basteve. Një sipërmarrës anonim pati atëherë një ide brillante, po sikur t'i zëvendësonin emrat e kandidatëve me numra. Kështu lindi një nga format më të njohura të lotarisë moderne, ku pjesëmarrësit vënë baste në kombinime numerike në vend të emrave ose frazave. Ndërkohë, në pjesë të tjera të Evropës, lotaria po zbuloi si një mjet financimi për projekte ambicioze. Në Angli, mbretëresha Elizabeth i përballej me sfida që kërkonin burime shumë përtej asaj që taksat tradicionale mund të ofronin. Mbretëria ishte e rrethuar nga kërcënime. Spanja katolike, fuqia dominuese e kohës, e shihte Anglinë protestante si një heretik që duhej çrënjosur. Pushtimi mund të vinte në çdo moment dhe vendi nuk ishte i përgatitur. Portet angleze kishin nevojë për riparime urgjente. Flota detare ishte e pamjaftueshme për t'u përballur me galionet spanjolle. Mbrojtja bregdetare ishte në gjendje të rëndë. Sir William Cecil, sekretari i shtetit dinaki Elizabeth, e njihte mirë suksesin e lotarive në vende të ulta. Ai i propozoi mbretëreshës që Anglia të miratonte të njëjtin sistem. Në vitin 1567, lotaria e parë shtetërore angleze u njoftua. Posterat e shpërndar nëpër Londër premtonin çmime madhështore, përfshirë 5.000 funte për vendin e parë. Elizabeth ofroi gjithashtu pjesëmarrësve imunitet të përkohshëm ndaj arrestimit për krime të caktuara të vogla, një reflektim i kohërave të turbullta. Pavarësisht gjithë propagandës, lotaria angleze nuk ishte suksesi i pritur. Biletat kushtonin 10 xhelin secila, një çmim që përjashtonte shumicën dërmuese të popullsisë. Kur afati origjinal skadoi, më pak se 10% e 400.000 njësive të disponueshme ishin shitur, duke e detyruar Elizabeth të shtynte shortin. Shorti më në fund ndodhi në janar të vitit 1569, përballë katedrales së vjetër të Shën Palit në Londër. Procesi ishte jashtëzakonisht i gjallë. Duke qenë se çmimet ishin reduktuar në përpjestim me numrin e biletave të shitura, organizatorët duhej të rillogaritnin çdo pagesë individualisht. Thuhet se i gjithë shorti mori 4 muaj për t'u përfunduar, me punonisit që punonin ditë pas dite për të procesuar të gjitha hyrjet. Ashtu si në Bruges më shumë se një shekull më parë, pjesëmarrësit anglez shkruanin gjithashtu fraza në biletat e tyre në vend të emrave të tyre të vërtetë. Disa nga këto fraza mbijetuan në regjistrat historik, duke ofruar një vështrim magjepsës të shpresave, frikërave dhe humorit të njerëzve të zakonshëm të asaj kohe. Një pjesëmarrës shkroi një lutje për shëndetin e 20 fëmijëve të tij, një familje çuditërisht e madhe edhe për standardet e kohës. Një tjetër bëri një referencë kritike ndaj papës, duke pasqyruar ndjenjat antikatolike që përshkonin shoqërinë angleze pas shkëputjes me Romën. Lotaria e Elizabeth mund të mos ketë qenë një sukses tregtar, por vendosi një precedent të rëndësishëm. Ajo demonstroi se qeveria mund të përdorte mekanizmin e lotarisë për të financuar projekte me interes kombëtar, një mësim që do të mbahej mend dhe do të zbatohej në shekujt vijues. Le të kthehemi tani në kontinentin evropian, ku lotaritë mesjetare vazhdonin të evoluonin dhe të shtoheshin. Në Itali, tregtarët e shekullit të 15 kishin zhvilluar versionet e tyre të sistemit. Lotarit tregtare organizoheshin për të shitur malla që ndryshe mund të mbeteshin në depo. Në vend që thjesht të ulnin çmimet, gjë që mund të dëmtonte reputacionin e produkteve, tregtarët ofronin shansin për të fituar artikuj të vlefshëm për një fraksion të kostos së tyre reale. Qeveritë italiane nuk vonuan të kuptonin potencialin.
Lotari shtetërore u krijuan në disa qytet-shtete, secila duke përshtatur modelin sipas nevojave të tyre specifike. Në Rom, fondet e mbledhura ndihmonin në financimin e ndërtimeve ambicioze papale që e shndërruan qytetin në një vitrinë të fuqisë katolike. Në Venecia, paratë e lotarive kontribuonin në mirëmbajtjen e arsenalit të frikshëm që e mbante Republikën si një fuqi detare në mesdhe. Mënyra se si zhvilloheshin lotaritë evoluoi gjithashtu me kalimin e kohës. Disa qytete zhvilluan atë që u bë e njohur si lotaria e klasës, një sistem më kompleks ku biletat hidheshin në short në seri progresive, me vlerën e çmimeve që rritej në çdo raund. Është e rëndësishme të theksohet se lotaritë mesjetare nuk shiheshin në të njëjtën mënyrë si lojrat e fatit perceptohen shpesh sot. Në mentalitetin e kohës, kishte një dallim të qartë midis vënies së bastit për ngjarje që vareshin nga aftësia ose manipulimi dhe pjesëmarrjes në një short ku rezultati përcaktohej ekskluzivisht nga providenca hyjnore. Shumë teologë të kohës argumentonin se lotaria ishte një formë e pranueshme e shpërndarjes së burimeve sepse e vendoste vendimin në duart e Zotit. Nëse dikush fitonte një çmim, ishte sepse ishte zgjedhur nga një forcë superiore. Nëse humbte, ishte sepse ky nuk ishte fati i tij. Ky justifikim fetar ndihmoi në legjitimimin e lotarive në shoqëritë ku kisha ushtronte ndikim të madh mbi jetën e përditshme. Jo rastësisht, shumë nga lotaritë mesjetare kishin qëllime eksplicit fetare. Kishat dhe manastiret organizonin shorte për të financuar ndërtimin e tempujve të rinj, blerjen e relikteve të shenjta ose mirëmbajtjen e spitaleve dhe jetimoreve. Pjesëmarrja në këto lotari shihej pothuajse si një akt bamirësie, një formë kontributi për të mirën e përbashkët ndërsa kishe shansin të merrje një shpërblim material. Organizatorët e lotarive mesjetare përballeshin me sfida logjistike të konsiderueshme. Në një kohë para shtypshkronjes me lloje të lëvizshme, çdo bilet duhej të përgatitej individualisht. Regjistrat e shitjeve mbaheshin në libra të shkruar me dorë, me skribë që punonin orë të gjata për të dokumentuar çdo transakcion. Shorti në vetvete kërkonte mbikëqyrje të kujdesshme për të garantuar që askush të mos mund të akuzonte organizatorët për mashtrim. Transparenca ishte thelbësore. Lotaritë ishin ngjarje publike pikërisht sepse komuniteti duhej të dëshmonte se gjithçka po bëhej në mënyrë të drejtë. Skena e ngritur në shesh, fëmia i pafajshëm i zgjedhur për të bërë shortin, leximi me zë të lartë i çdo bilete fituese, të gjithë këta element ishin menduar për të krijuar besim në sistem. Dhe funksiononte duke lejuar që lotaritë të zhvillonin një reputacion besueshmërie që garantoi mbijetesën dhe zgjerimin e tyre gjatë shekujve. Lotaritë kishin gjithashtu një funksion social që shkonte përtej thjesht mbledhjes së fondeve. Ato krijonin momente uniteti komunitar në një kohë ku mundësitë e festimit kolektiv ishin relativisht të rralla. Dita e shortit ishte një festë jo zyrtare, një rast për të lënë mënjan punën e përditshme dhe për të marrë pjesë në diçka më të madhe se rutina individuale. Në sheshet dhe tregjet ku realizoheshin shortet, njerëz nga shtresa të ndryshme sociale përziheshin në një mënyrë që normalisht nuk ndodhte në shoqërinë e hierarkizuar rreptësisht të kohës mesjetare. Tregtari i pasur qëndronte krah për krah me artizanin e thjesht, të dy një lloj ankthios për të dëgjuar vargjet e tyre duke u lexuar. Ishte një nivelues social i përkohshëm, një moment kur fati mund t'i buzëqeshte kujtdo, pavarësisht lindjes apo pozicionit të tij. Vargjet dhe frazat e shkruara në bileta shërbenin gjithashtu si një formë e shprehjes popullore. Në një kohë ku shumica e njerëzve ishin analfabet dhe ku liria e shprehjes ishte një koncept jo ekzistent, lotaria ofronte një valvul shkarkimi. I mbrojtur nga anonimiteti i një fjalë të urtë enigmatike ose i një vargu të dy kuptimit, një pjesëmarrës mund të shprehte ndjenja që zakonisht do t'i mbante të fshehura. Kritika të fshehura ndaj autoriteteve, shaka në kurriz të fqinjeve jo të pëlqyer, deklarata dashurie, vajtime mbi vështirësinë e jetës, e gjithë kjo gjente shprehje në frazat e shkruara në biletat e lotarisë. Organizatorët, duke i lexuar këto fraza me zë të lartë gjatë shortit, bëheshin pa dashje zëdhënës të një kori zërash anonim, secili duke treguar historinë e vet në pak fjalë. Kishte gjithashtu një element të konkurrencës krijuese. Me kalimin e kohës, u bë çështje deri të shkruaje frazën më shpirtërore, vargun më elegant, shakën më qesharake. Pjesëmarrësit përgatiteshin paraprakisht duke i lëmuar krijimet e tyre para se t'i regjistronin në bileta. Momenti kur fraza e tyre lexohej në publik ishte një mundësi për të shkëlqyer para komunitetit, edhe nëse askush nuk e dinte saktësisht se kush ishte autori.
Ndërsa shekulli i 15 i linte vendin të 16-tit, lotarit u bën gjithnjë e më të sofistikuara dhe të rregulluara. Qeverit e kuptuan se ky instrument i ri i mbledhjes së fondeve duhej të kontrollohej për të shmangur abuzimet. Lotari private, të organizuara nga individ ose grupe për qëllime thjesht fitimprurëse, u ndaluan gradualisht në shumë vende. Logjika ishte e thjeshtë, nëse lotaria ishte një formë e mbledhjes së të ardhurave, fondet duhej të përfitonin komunitetin, jo të pasuronin individët. Përveç kësaj, lotaritë private ishin më të vështira për të mbikëqyrur dhe më të prirura ndaj mashtrimeve. Duke kufizuar të drejtën e organizimit të shorteve tek autoritetet publike ose tek entet e miratuara nga qeveria, regulatorët shpresonin të ruanin integritetin e sistemit. Ky tranzicion nga një fenomen spontan dhe i decentralizuar në një instrument të rregulluar të politikës publike pasqyron një tendencë më të gjerë të kohës. Shtetet evropiane po bëheshin më të organizuara, më burokratike, më të vetëdijshme për rolin e tyre si menaxher të jetës kolektive. Lotaria, e lindur nga nevoja dhe krijimtaria e një qyteti në krizë, ishte bërë një institucion. Fondet e mbledhura nga lotarit financuan disa nga arritjet më të mëdha të epokës. Spitalet që kujdeseshin për të sëmurët dhe azilet që strehonin jetimët shpesh vareshin nga lotarit për mbijetesën e tyre. Kishat që ende sot dominojnë horizontet e qyteteve evropiane u ngritën me parat e biletave të shitura qytetarëve shpresëdhënës. Muret që mbronin komunitetet nga pushtuesit u përforcuan me burime të mbledhura në shorte publike. Është një trashëgim mbresëlënëse për një sistem që filloi si një zgjidhje e improvizuar për një problem financiar specifik. Këshilltarët e Bruges, të mbledhur në atë dhomë të ndriçuar nga qirinjt pothuajse 600 vjet më parë, nuk do të mund ta kishin imagjinuar për masën e ndikimit të krijimit të tyre. Ata thjesht po përpiqeshin të gjenin një mënyrë për të paguar një gjobë pa shkaktuar një revolt tjetër. Në vend të kësaj, ata shpikën një nga institucionet më të qëndrueshme dhe më të kudondodhura të qytetërimit perëndimor. Lotaria mesjetare ishte, në thelb, një teknologji sociale. Jo një makinë prej metali dhe ingranazhesh, por një tërësi rregullash dhe praktikash që lejonin që një komunitet të mblidhte fonde në mënyrë vullnetare, të shpërndante shpresë në mënyrë të barabartë dhe të krijonte momente festimi kolektiv. Ishte një shpikje aq revolucionare në mënyrën e vet sa shtyp shkronja apo busulla, dhe ndikimi i saj në historinë njerëzore ishte po aq i thellë. Sigurisht që jo gjithçka ishte perfekte. Kishte nga ata që kritikonin lotaritë si një formë për të shfrytëzuar naivitetin e të varfërve, për të nxjerrë para nga ata që më pak mund t'i humbnin në këmbim të premtimeve të pamundura për pasuri. Këto kritika, që ushtojnë deri më sot në debatet për lojrat e fatit, ekzistonin që në kohën mesjetare. Por mbrojtësit e sistemit argumentonin se pjesëmarrja ishte vullnetare, se çmimet ishin reale dhe se fondet e mbledhura përfitonin gjithë komunitetin. Një punëtor që shpenzonte disa ditë rrogë në një bilet lotarie ishte, në një farë mënyre, duke investuar në qytetin e tij, duke kontribuar në projekte që do të përmirësonin jetën e tij dhe të fqinjëve të tij, edhe nëse nuk fitonte çmimin kryesor. Kështu funksionojnë inovacionet e mëdha. Ato rrallë shpikën menjëherë nga një gjenial i vetëm vetmitar. Në vend të kësaj, ato shfaqen nga procese kolektive, nga provat dhe gabimet, nga përshtatjet dhe përmirësimet inkrementale. Lotaria mesjetare ishte produkti i një komuniteti që përballej me një problem konkret, duke eksperimentuar me zgjidhje, duke mësuar nga rezultatet dhe duke ndarë këtë njohuri me të tjerët. Herën tjetër që do të kaloni pranë një lotarie ose do të shihni një njoftim për një short të madh, kujtojeni këtë histori. Kujtoni rrugët e ngushta të Bruges, gjobën që pothuajse rënoi një qytet, idenë brillante që shndërroi një krizë në festim. Dhe nëse keni marrë pjesë ndonjëherë në një lotari, dijeni se jeni pjesë e kësaj historie. Ju jeni lidhja më e fundit e një zinxhiri që shtrihet përgjatë shekujve, duke ju lidhur me tregtarët dhe artizanët që grumbulloheshin në sheshet mesjetare, duke pritur me padurim të dëgjonin vargjet e tyre duke u lexuar me zë të lartë. Ju jeni trashëgimtari një tradite që filloi me nevojën dhe lulëzoi në shpresë, që lindi nga kriza dhe u shndërrua në festim. Ashtu si ata pjesëmarrës të parë në Bruges nuk mund ta imagjinonin të ardhmen që po ndihmonin të krijojë, as ne nuk mund ta dimë se ku do të na çojë kjo traditë. Teknologji të reja do të shfaqen, formate të reja do të zhvillohen, çmime të reja do të ofrohen. Por për sa kohë të ekzistojë shpresa njerëzore, për sa kohë komunitetet të kërkojnë forma për t'u bashkuar dhe për të financuar ëndrat e tyre kolektive, lotaria do të vazhdojë të ekzistojë, duke evoluar gjithmonë, por duke mbetur besnike ndaj esencës së saj origjinale.
Kjo është historia e lotarive mesjetare. Një histori krizash dhe krijimtarie, ndëshkimi dhe festimi, nevoje dhe shprese. Një histori që filloi në sheshet e Flandres dhe u përhap në botë, që kaloi shekujt dhe vazhdon e gjallë edhe sot. Një histori që në një farë mënyre është historia e të gjithë ne, e aftësisë son për të ndëruar, për të bashkuar, për të shndërruar atë që kemi në atë që dëshirojmë të jemi. Nëse keni arritur deri këtu, ju falenderojmë që na shoqëruat në këtë udhëtim nëpër kohë. Histori si kjo na kujtojnë se e tashmja është gjithmonë e ndërtuar mbi themelet e së kaluarës, dhe se inovacionet më të qëndrueshme shpesh lindin nga nevojat më urgjente. Nëse ju pëlqeu ky dokumentar dhe dëshironi të vazhdoni të eksploroni historitë magjepsëse që i dhan formë botës son, regjistrohuni në kanalin ton. Çdo regjistrim na ndihmon të vazhdojmë të prodhojmë përmbajtje si kjo, duke nxjerrë në dritë episodet e harruara të historisë njerëzore. Lini gjithashtu komentun tuaj duke treguar se cili aspekt i kësaj historie ju tërhoqi më shumë vëmendjen, dhe mos harroni ta ndani me miq që vlerësojnë gjithashtu zbulimin e origjinave befasuese të gjërave që i konsiderojmë të përditshme. Fundja, ashtu si qytetarët e Bruges para pothuajse 600 vjetësh, edhe ne po ndërtojmë diçka së bashku, bilet pas bilete, histori pas historie, shikues pas shikuesi.